Mirëmbrëma të nderuar shikues. Në momentin që ndryshimet në tregun e punës po lëvizin me shpejtësi, universitetet janë të angazhuara për përgatitjen e kuadrove, gjeneratave të reja që do të shërbejnë. Pra, në realitet, diskrepanca është jashtëzakonisht e madhe ku nevojat e tregut për punëtor janë të mëdha në të njëjtën kohë edhe niveli i papunësisë është shumë i lartë. Çfarë po prodhojnë universitetet tona shqiptare? Ndryshimet e propozuara në arsimin e lartë, pra në 3 ligjet për arsimin e lartë për cilësi dhe për shkencë, a janë të mjaftueshme për të ndryshuar dhe reformuar gjendjen aktuale të arsimit të lartë. Këto dhe të tjera ne sonte do t'i bashkëbisedojmë me rektorin e Universitetit Nën Tereza, zotin Bekim Fetaj. Mirëmbrëma, zoti Fetaj, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjithë. Po e fillojmë këtë bashkëbisedim me një perspektivë ose pasqyrë tuaje mbi gjendjen reale sot të arsimit lartë. Ju, para se t'jeni rektor, keni qenë profesor universitar dhe vazhdoni akoma t'jeni i tillë dhe keni ushtruar gjatë kohë këtë profesion. Me që edhe Ministria e Arsimit filloi ndryshimet nga arsimi i lartë, tani ta dëgjojmë një pasqyrë tuaje sa i përket arsimit lartë, si e vlerësoni gjendjen sot të arsimit lartë në Maqedoninë e Veriut? Arsimi i lartë, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por globalisht, pëson një ndryshim dhe edhe pse mund se ende pa u deklaru publikisht nga Bashkimi Evropian dhe gjithë institucionet kryesore, kemi kalim prej një edukimi të bazuar në fakte, në një edukim të bazuar në shkallësi dhe parafrim me tregun e punës. Edhe ne si Universitet Nën Tereza, për këtë shkak kemi bë shumë lëvizje në këtë sferë. Kemi bë seminare për rritjen e kapaciteteve, ku me ndihmën e Ambasadës së Amerikës kemi angazhuar shumë profesor nga universitetet të ndryshme të Shteteve të Bashkuar, ish fitues të stipendionet të ndryshme, të cilët Ambasada e Amerikës i angazhoi dhe disa prej tyre ishin fizikisht prezent, disa ishin online, ku diskutoheshte mënyra se si duhet kalohet në edukimin e bazuar në shkatësi dhe parafrimin me tregun. Disa prej profesorët kisha dalluar prej Universitetit të Kolumbisë në Shtetet e Bashkuara në New York, e cila veçoi se ky sistemi i edukimit i bazuar në shkatësi është ardhmëria dhe këtu, domethënë, këtë ritëm duhet ta ndjekin gjithë universitetet dhe ky ndryshim duhet të jetë edhe të ashtu quajtur indikatorët për matjen e cilësisë duhet ndryshojnë dhe se komplet, domethënë, për momentin këto indikatorë të cilët janë dhe përdoren për matjen dhe evoluimin e universiteteve janë të vjetërsuar dhe duhet patjetër të ndryshojnë. Mbas seminarit ne në fakt me ndryshimin e teknologjisë, sidomos inteligjencës artificiale, problemi shfaqet tash edhe në provimet klasike. Tash provimet klasike nuk funksionojnë më. Ne kemi bërë disa lëvizje, domethënë kalojmë në të ashtu quajturën provime me libra të hapur ose open book, ku mënyra dhe definimi i provimeve është bazuar në analizë, në sintezë dhe studentëve mundësohet që të përdoren edhe çfarëdo lloj vegle, me qëllim që ta përfundon pjesën praktike që i kërkohet. Pra, jo ajo mënyra mekanike klasike, pra një letër e bardhë dhe një kimik para vetes edhe e bazuar në fakte dhe kërkimi i fakteve dhe memorizimi i informatave, por tash kërkohet domethënë implementimi i asaj që kanë mësuar. Dhe njëkohësisht u diskutua, domethënë që çdo fakultet prej tash duhet t'i ketë 10 punëdhënësit kryesor me cilët jemi duke lidhur marrëveshje. Gjithashtu prej vjet kemi zgjedhim alumni i vitit, domethënë çdo vit gjithë ato të cilët kanë arritur në një sukses si studenti diplomuar për Universitetin Nën Tereza, është bërë menaxher ose ka arritur në një sukses në fushën e vet, ai konkuron, mund të konkuron çdo vit derisa ta merr, konkuron në fakultetin e vet për të marrë shpërblimin alumni i vitit. Dhe në momentin që e merr, ai, domethënë ato alumni të vitit, vitin tjetër bëhen antar të bordit të alumnit dhe ato kyçen në krijimin e elaborateve të reja për programe studimore. Dhe thash pse alumnit dhe pse kompanitë janë më rëndësi? Për shkak se alumnit tonë kur kanë qenë studentë kanë kaluar pa atë program studimor, tash nga këndvështrimi
i punësuar dhe si menaxher ku ai tash bën punësime të reja, ai ka, domethënë, para vetes edhe shumë informata dhe 2 këndvështrime, një si student, një si punëdhënës, të cilët nuk i kemi as ne si profesor, as i ka pronari kompanisë ose kompania. Dhe këndvështrimi i tyre është shumë domethënës për ne, për shkak se ai edhe më objektiv të njëjtën. Më objektiv dhe na jep kahje si duhet bëhet parafrimi dhe në cilët pjesë. Mirë. Tani, kur po flesim për ndryshime kështu në mënyrë të generalizuar në nivel bote, kur kthehemi në vendin tonë, cilat janë sfidat reale që sot po përballen universitetet tona dhe arsimi i lartë në Maqedoninë e Veriut? Se me këto përshtatshmëri dhe me këto inovacione që ju vetë se përmendët, me sa kemi edhe ne informacione, duket që akoma nuk kanë adaptuar universitetet, mbase këto kanë filluar dhe është çështje procesi dhe tranzicioni prej një sistemi klasik në një sistem aktual modern edhe të ligjëratave edhe të provimit të gjithçkaje, po sot me çfarë sfida përballen universitetet tona? Sfidat janë të natyrave të ndryshme. Unë i kishë veçuar se një prej sfidave kryesore që mund se do ishte e nevojshme të jetë e përfshirë në ligjin e ri për arsim të lartë, atë për cilësi dhe për shkencë, është definimi i saktë i universitetit, profilit të universitetit, për shkak se ne jemi duke lëvizur me një hapësirë të ashtu quajtur të padefinuar, për shkak se në perëndim dhe në G8 shtetet ekonomikisht më të zhvilluar, shumë është e qartë cilët universitete janë miren me arsim, cilët janë universitete arsimore, cilët janë universitete hulumtuese dhe cilët qëndrojnë në mes. Janë edhe universitete arsimore dhe hulumtuese. Të ne është një paradoks ku Ministria e Arsimit i paguan profesorët për mësimdhënie, në thirrjet akademike shkencore mësimdhënia nuk mirret parasysh, miren hulumtimet. Për hulumtime nuk paguajmë asgjë dhe kërkojmë ndajmë disa fonde çdo universitet sipas mundësive dhe buxhetit që ka, që janë shumë të vogla dhe pa mjaftueshme, mirë po aq është mundësia, për shkak se edhe si shtet shumë pak ndajmë për arsimin, domethënë as 1% të GDP-s nuk dahet për mjetet, për arsimin e lartë, dhe normalisht edhe universitetet publike nuk janë në gjendje të ndajnë një shumë më të madhe për hulumtime. Pra ndaj edhe jemi larg listës së Shangajit, më thënë. Po, në fakt këtu është qëndron paradoksi. Këto lista të rangimeve, lista e Shangajit është e treta me prej agjencioneve të cilët bëjnë rangime. E para është Times Higher Education. Ato bazohen në disa kriteriume dhe kryesisht këput në hulumtime, në publikime shkencore, të cilët ministria nuk i paguan, ai kërkon. Dhe në thirrje profesorati edhe si kritere për avancim, si kriterium kryesor për avancim. Edhe pse ne i kemi futur, po si universitet, jemi munduar, domethënë, në rregullorat tona të brendshme i kemi futur edhe aspektin e edukimit. Po jo gjithë universitetet, nuk është në ligj, domethënë, si zgjidhje sistematike nuk është e implementuar. Këtu ju vetë se filluat flisni për ligjin për arsimin e lartë, kjo gjë është diskutuar mjaftueshëm, mbase për herë parë është një ndër ligjet që më shumti ka pasur debat publik. Ju, zoti Fetaj, nga fillimi, edhe si universitet, edhe ju si rektor, keni dërguar dhe ka paraqitur ankesat e juaja, por së fundmi, ne kur e kishim këtu mysafir zëvendës ministrin e arsimit, zotin Sulejmani, tha që gjithë rektorët në mbledhjen e fundit të qeverisë kanë qenë prezent dhe kanë miratuar këtë ligj kështu si është kaloj edhe në kuvend për të kaluar filtrat tjerë drejt votimit. Tani, një retrospektiv sa i përket këtij propozim ligjit, a jeni të kënaqur me ato kërkesa që keni parashtruar, a janë miratuar apo? Po, ne pikëparë, domethënë, gjithë universitetet dhe gjithë rektorët jemi dakord me rritjen e cilësisë. Domethënë, iniciativa për rritjen e cilësisë është plotësisht, domethënë, dhe në përputhje me qëllimet e juaja, sigurisht. E universiteteve normalisht. Mirë po, ne kishim disa sugjerime. Universiteti jonë kishte në përgjithësi krijuam në komision prej 5 antarësh në suazët të universitetit, kryekput prej fakultetit juridik, juristë të cilët analizojnë aspektet juridike në mënyrë profesionale të kësaj, pastaj ato bën një prezantim përpara gjithë stafit dhe përpara me, edhe unë aty ju njoftova, domethënë me cilët çështje mund të përmirësohen si tilla. Dhe ne për të 3 ligjet në përgjithësi i dërguam dikun 55 sugjerime që mundet dhe duhet përmirësohen disa çështje. Po.
Për të cilëve në fund, Ministri Esha u zotu se do t'i përmison, domethënë pjesën dërmuese më të madhe të këtyre sugjerimeve, dhe ne përshëndetëm domethënë këtë, edhe pse nuk i kemi ende në paranesh, domethënë versionin e fundit. Gjithë këto parashtrime ishin të bazuar në vërejtjet e versionit parë dhe pastaj versionit dytë. Në versionin e dytë kishte disa përmirësime, pastaj përsëri edhe për versionin e dytë i dërguam edhe disa sugjerime se si mundet plotësohet dhe të përmirësohen disa aspekte të ligjit, të cilët besojmë se shumica e tyre janë të implementuar. Në takimin e fundit që kishit në qeveri, pra ishit dakord që ky ligj të shkojë, kështu si është me ato ndryshime që është bërë edhe të miratohet në kuvent? Apo, sepse versionin final, do thot për hir të korrektësisë opinion publik, me gjithë ato ndryshime pra që janë bërë, akoma nuk është i qasshëm për publikun me pa se cilat janë pra ato ndryshime që janë marrë parasysh, jo vetëm nga UNT, por edhe nga universitetet tjera. Po, sigurisht rektorët nuk janë organet e universitetit. Organet e universitetit kanë kaluar gjithë të vërejtjet dhe përmirësimet në rektorat dhe senat të universitetit, cilët janë organe të cilët mund të sjellin, domethënë vendimet e tilla. Rektori është vetëm ngjashëm si në parlament, është kryesuesi i parlamentit, mirë po vetëm udhëheq seancët, ai nuk mund të sjellë ligj ose ta aprovon ose mos aprovon diçka. Në rastin konkret, unë nuk mund të aprovoj ose të legjitimoj diçka tillë, duhet patjetër të shkon në për organet e universitetit. Mirë po, prezenca juaj me një farë forme është edhe miratim. Është miratim se u deklaruan se shumicën e këtyre kërkesave do të aprovohen. Versionin e fundit akoma as ju nuk e keni parë me gjatë. Jo, se kemi në qasin. Jeni optimist që vërtet këto ndryshime, me gjitha këto sugjerime që keni propozuar, ju do ndikojnë pozitivisht në përmirësimin dhe reformimin e arsimit të lartë? Mendoj se me një pjesë madhe, nëse janë realizuar në atë mënyrë, mund të kemë, por përsëri ka nevojë edhe për ndryshime tjera, përmenda veç edhe disa prej aspektet cilët nuk u morën parasysh. Një është definimi i qartë i nivelit, profilimi i universitetit është patjetër sushëm. Nëse ne do të kërkojmë çdo universitet të jetë ulëmtues, atëherë duhet ndahen fonde dhe duhet të dedikohet edhe profesoratit, domethënë edhe mënyrë tjetër të qasjes. Nëse jemi universitet arsimor, atëherë pastër arsimor, atëherë qasja duhet të jetë tjetër. Edhe nuk mundemi të njëjtën qasje të përdorim për të dy, ose nëse jemi në mes, atëherë duhet implementohet edhe një qasje tjetër. Nëse inkorporohet komponenta e ulëmtimit, rangimi në universiteteve, në ranglistat, në Times Higher Education, Shanghai dhe QS, rankimet, bëhet përmes publikime shkencore. Dhe që të kemi publikime shkencore, ato punime duhet paguhen, që për momentin nuk kemi mundësi financiare në universitetet publike. Për t'i mbuluar ato harxhime. Dhe vim në paradoks që mësimdhënia nuk është me, domethënë, asnjë kriterium në Times Higher Education në këtë pjesën tjetër. Domethënë janë publikimet, janë mobiliteti i studentëve, sa nobelist keni, edhe tash varet se cila agjencion ka edhe metodologji pak të ndryshme, të cilët edhe bëjnë matjen e metrika të ndryshme për matjen e rangimit. Mirë po, kryekput, domethënë, janë këto. Mirë, tani ju, zoti Vetari, keni përvojë gjatë në arsye me përmenda dhe më herët, dhe nga pyetja e parë kur ju pyeta për të konstatuar gjendjen aktuale në arsimin e lartë, për të ardhur tek një përgjigje më e kapshme dhe e kuptueshme edhe për publikun dhe audiencën, tani është e vërtetë që nuk mund të bëni një prerje kirurgjikale për të mirë ose keq, po për ta konstatuar gjendjen aktuale të arsimit të lartë në vendin tonë si është? Është mirë, është dobët, mund të bëhet më mirë? Besoj se po. Intervenca e parë është që të rritet kontributi, domethënë, edhe financimi i universiteteve, nëse me të vërtetë deklarativisht jemi se dëshirojmë të rritim cilësinë, duhet të rritet edhe përqindja sa financojmë në universitetet publike spaku. Paralelisht, po. Po, paralelisht për shkak se publikimet kushtojnë, dhe sidomos publikimet në xhurnalet në bazën e World of Science, Web of Science, po, me impakt që janë, me impact faktor, janë më të shtrenjtë dhe me kozgjatën më të gjatë.
Ato në Skopus janë ngjashëm, shumica e tyre janë njëjtën kohë edhe në Skopus edhe në VOS, Web of Science. Edhe një profesor ka një shprehje shumë interesante, thotë publikimi dhe publikimet shkencore është një sport i shtrenjtë. Dhe nëse dëshirojmë ne si shtet jemi midis të parëve, duhet të investohet edhe shumë. Për shkak se $2.000 kushton një punim spakun në fushën e informatikës. Edhe nëse i kërkojmë më tepër punime, dhe më thëmë 4 punime brenda vitit ka $2.000, vjen dikun $8.000 që është me të vërtet një shumë mjaft e madhe. Dhe nga ana tjetër, unë mendoj se këtu me rritjen e përkrahjes financiare, ky është problemi kryesor, se profesorët kanë punime, mirë po nuk mund t'ja lejnë dhe t'i paguhen gjithë këto punime. Tani, zoti Vetaj, një perspektiv tjetër. Për shembull, keni dëgjuar gjatë kohë debatin që partitë politike sa më larg duart nga arsimi, jo politizim të arsimit, e as më pak arsimit të lartë, pa asnjë fushë ngjashëm. Dhe tani u përballëm me një situatë ku u propozuan disa propozim ndryshime që duhet aplikuar pasi nuk ishte ndryshuar nga viti 2018, dhe erdhëm me një situatë ku kishte debat publik në gjitha universitetet, janë marrë kërkesat, po në fund të ditës, pra krijuesit e politikave arsimore ulen liderët politik të partitë politike që e përbën këtë qeveri aktuale dhe vendosin se çfarë do të ndodhë me këtë ligj. Tani nga perspektiva ju qenurit profesor dhe rektor universiteti, ju duket në rregull që fjalën përfundimtare ta vendosin ata të cilët mbasin mesin e tyre fare mos kanë pasur kontakte edhe me mësimdhënien dhe me gjëra të tilla, për shkak se ju gjatë kohë keni propozuar ato propozime, thatë diku 50 sugjerime ose më tepër. 55 sugjerime, po. Edhe pa e ditur se sa prej tyre janë miratuar, ato ulen me një takim dhe vendosin se ky ligj miratohet ose jo. Unë besoj se do të ketë përsëri edhe një debat hapur publike ku besoj do të thirren përfaqësuesit e universiteteve dhe ku ne do dërgojmë komisionin universitar i cili u krijua për këtë çështje, janë apostafat jurist, dhe t'i shohin edhe një herë, domethënë, dhe t'i japin rekomandimet e fundit, çfarë mund të përmirësohet dhe cilat janë mendimet tona në lidhje me këtë. Mirë, ju përmendët pak para si nevojë ose sfidë e arsimit lartë që duhet bëhet profilimi. Në të njëjtën kohë, paralelisht me këtë është diskutuar edhe çështja e fuzionimit ose specializimit të universiteteve për fusha të veçanta. Për shembull, universitet për shkenca eksakte inxhinierike, për shkenca humane, shkenca mjekësore, sociale e kështu me radhë. Sa diskutohet sot kjo në mesin e akademikëve, në mesin e rektorëve, kur keni takime, bisedoni për këtë çështje sa i përket fuzionimit të universiteteve? Mendoj jo as pak, dhe këto tema ose universitetet tematike ekzistojnë në botë, mirë po nuk janë treguar si shumë suksesshme. Tash, flasim shumë më thjesht. Universiteti Nën Tereza, Universiteti Tovës, Universiteti Evropës Juglindore. Janë 3 universitete shqiptare, të cilët krijojnë kuadër me disa ekspertiza. Ne mund të kemi njëjtën fakultet. Mirë po, ekspertizat të cilët ne i krijojmë janë apostafat në varën për drejtimit dhe nxjerrim. Ne jemi në fakt prodhues të ekspertëve me ekspertiza të veçanta, të ndryshme. Edhe nxjerrim 3 ekspertiza të ndryshme. Ne jemi, domethënë, ta tërheqim një paralel si fabrikë që prodhojmë ekspert me ekspertiza të ndryshme në fusha të ndryshme. Nëse flasim tash për fuzionim, unë e përshtyr pyetjen sa bashkimi i 2 fabrikave në një fabrik është me sukses ose e kishit marrë si të arsyeshme. Tani nuk e dim sa mban kjo paralelja universitetet me fabrikat. Sepse ideja është për ta rritur cilësinë, një hap për ta rritur cilësinë, është për ta ulur edhe konkurrenca, sepse në të njëjtën kohë ta zëm nëse ka 2 fakultete juridike, 3 fakultete është pozitive, po është pozitive, po nëse ka ta zëm 3 fakultete juridike të njëjtën kohë. Ç'është? Po ekspertizat janë ndryshme. Studentët mund të lëvizin nga njëri në tjetrin. Jo, ato kanë drejtime tjera, kanë ekspertizë, aty është point. Kriteret. Ato nxjerrin kuadër me ekspertiza të ndryshme. Ekspertizën të cilën e nxjerr, domethënë nuk përputhen programet studimore. Ne kemi pas shumë kujdes me Universitetet e Tovës, nuk kemi përputhje me programet studimore, domethënë që nga themelimi jemi kujdesur që me Universitetin e Tovës si universitet tjetër publik, as pak mos kemi duplifikim të drejtimeve studimore,
sidomos në magjistraturë janë komplet drejtimet tona jo ekzistuese, për shkak se atje nxjerrim komplet drejtime që nuk ekzistojnë në gjithë universitetet, 6 universitete tjera publike, dhe janë drejtime multidisciplinare. Ndërsa me Universitetin e Tovës kemi qenë posaçërisht kujdesshëm, po edhe me Universitetin Kili dhe Metodi, që mos kemi duplifikime në asnjë prej drejtimeve studimore. Sepse kjo çështje natyrisht bëhet me vullnetin e brendshëm të universiteteve, të stafeve, kështu me radhë. Po, këtë po e diskutojmë për shkak se me gjasë edhe ju e keni parë që ekziston edhe në programe të partive politike me cilët kanë garuar dhe tek sfera e arsimit kanë përmendur ta zëm koalicioni vlen vitin 2024. Pjesë të programit tyre politik, tek sfera arsimore e kanë specializimin e universiteteve në fusha përkatëse, në drejtim të fuzionimit. Pra i bie që nga përgjigja që para pak që morëm, pra ju si rektori UNT-s vlerësoni se kjo nuk ndikon asgjë në rritjen e cilësisë ose gjëra tjera. Rritja e cilësisë nuk do të thotë se bashkimi i dy gjërave mund të rriset cilësinë, bile mund edhe ta rrezon cilësinë, për shkak se një kohezion që është arritur me një universitet me ekspertizat të tilla që nuk janë në konflikt me ekspertizat e drejtimeve tjera, dhe ne krijojmë ekspertiza unike dhe UT krijon ekspertiza unike, bashkimi i dy këtyre universiteteve nuk do të sjellë rritjen e cilësisë. Dakor. Për mos jemi, domethënë, përveç krijimin e një universiteti dhe uljen e harxhimeve, shpenzimeve për shtetin, asgjë tjetër nuk do të sjellë. Mirë. Tani, sa i përket bashkëpunimeve, sepse këtë temë në interes të kohës, po e lëmë me kaq, sepse kjo kërkon natyrisht trajtim më të veçantë edhe më të detajuar, po kalojmë te tema tjera sa i përket bashkëpunimit të universiteteve tona shqiptare në Maqedoni, konkretisht Universiteti Nën Tereza me universitetet të rajonit, si është në çfarë niveli? Ne kemi ndërlidhur kohët e fundit marrëdhënie dikun mbi 30. Po ne kemi zgjedhur disa partnerë strategjik, domethënë në Shqipëri kemi me Universitetin Aleksandër Mojsiu, i cili si vjet kaloi, domethënë është universiteti i parë i cili në Times Higher Education në Shqipëri, domethënë ka kaluar në rangime. Dhe është një prej universitetet mjaft i kompletuar dhe me cilin jemi shumë kompatibil dhe në shkruajtjen e marrëveshje, domethënë për harmonizim të marrëdhënieve dhe hapjen e studimeve master, të ashtu quajtur dual degree, ku ato do ta kryetojnë programet e veta në Shqipëri, ne këtu, dhe të kemi mobilitet të studentëve dhe profesoratit. Dhe me këtë, ky është një kriterium, mobiliteti i studentëve dhe profesorëve është një kriterium shumë e rëndësishëm në rangimet e universiteteve. Gati se në gjithë këto që i përmendëm, 3 të parët, duke përfshirë edhe Shangajin, me Universitetet e Kosovës gjithashtu kemi marrëdhënie, tash jemi në pritje, domethënë edhe me Universitetin e Prizrenit, me Universitetin e Gjilanit kemi për më herët marrëveshje, gjithashtu për hapjen e mobilitetit dhe lëvizjen e lirë të profesorëve, për shkak se mendojmë se lëvizja e studentëve, për shkak se flasin njëjtën gjuhë, është shumë i lehtë për ne për ta realizuar, nga ana tjetër rrisim mobilitetin, rrisim edhe cilësinë, për shkak se studentët tonë eksponohen ndaj sistemeve të ndryshme të edukimit, qoftë nga Shqipëria, qoftë nga Kosova. Jo mes tjera që në paraqitjet tuaja keni theksuar që keni strategji edhe për të bashkëpunuar edhe me diasporën, keni potencuar posaçërisht Gjermaninë, madje si. Po, ne kemi, domethënë, një prej strategjive kryesore edhe bashkëpunim me diasporën, për shkak se në diasporë, siç e dini, kemi shumë inxhinier të dalluar, të cilët ne edhe mund se edhe nuk i njohim. Ndërsa diaspora jonë dhe qendrat kryesore të diasporës janë në njohuri për gjithë këto. Dhe ne kemi pasur disa iniciativa në universitet, një prej tyre ishte ashtu quajtur brain drain, ose kthimi i trurit, dhe eliminimi i brain drainit. Mirëpo, siç e pam, kjo është shumë rënd të realizohet, për shkak se ato ekspertë që kanë arritur shumë në kompani të ndryshme, sot kemi shumë inxhinierë të njohur në Google, kemi Mira Muratin në Shtetet Bashkuar, edhe është jo e logjikshme që të presim ajo të kthehet qoftë Shqipëri, qoftë Maqedoni, ose këto inxhinierët të njohur, ose mjekët të njohur që kemi në Zvicër, po spaku mund t'i kyçim të kontribuojnë te ne me atë që ne e quajmë cirkulimi i trurit. Me atë ai spaku mund të mentoron disa studentë tonë dhe
bashkë për këtë rast edhe në samitin e diasporës që ishte në Tiranë, e propozum që të krijohet, domethënë, edhe një software si regjistër ku do të regjistrohen gjithë këto ekspertë të cilët i kemi dhe gjithë universitetet të cilët kemi nevojë dhe mund lirisht t'i lejmë këto inxhinierë, domethënë të mentorojnë disa për studentët tonë në bachelor dhe njëkohësisht të mundsojmë ne me ndihmën tonë shkojnë edhe t'i vizitojnë edhe të bëjnë një pjesë të internshipit ose pjesën praktike të ato edhe çdo mentor i jashtëm do të ketë komentorin e mbrençëm, një profesor i mbrençëm, i cili njëkohësisht do ndihmon si pikë kontakti me mentorin e tij dhe do ndihmon për çështjet administrative këtu. Dhe njëkohësisht çdo mentor i jashtëm ja lidhim një komentor të mbrençëm. Dhe mendojmë se me këtë mund të rritet shumë cilësia dhe studentët të kenë qasje tash edhe në këto kompanitë të ndryshme, të kenë qasje në ekspertiza që janë shumë të shmuara, të cilët mund t'i afron vetëm diasporës si dhe prandaj këto qendra. Duke pas kontakt me modele. Po, me modele të ndryshme, pikërisht diaspora janë ato të cilët mund të na ndihmojnë gjithë universiteteve që si pikë kontakti kush janë këto, domethënë edhe inxhinierë edhe mjekë edhe të tjerë të cilët mund t'i kyçim dhe t'i angazhojmë përsëri të japin një kontribut edhe nëpër universitetet tona, edhe pse jo edhe të vinë të ligjërojnë për një kohë të shkurtër, domethënë me modele të ndryshme të cilët mund t'i realizojmë. Tani u proklamua dhe u përorua si projekt historik dhe strategjik projekti më i shtrenjtë në historinë e vendit, investimi kapital prej 42 milion eurosh për kampusin e Universitetit Nën Tereza. Mes tjerash është përcaktuar edhe një afat kohor si çdo projekt tjetër. Jeni optimist që në vitin 2029 studentët do të nisin vitin akademik në objektin e ri Nën Tereza? Po, unë jam optimist se kjo u deklarua edhe publikisht, edhe nga kryeministri, edhe nga përfaqësuesit e kompanisë, të cilët ishin prezent gjatë hedhjes së gur themelit. Tani hiç po i marrim në referencë rektor këto deklarimet e politikanëve sepse kemi shembuj të mjaftueshëm për shumë projekte që kanë bërë dekada të tëra edhe akoma nuk janë lëshuar në përdorim. Prandaj po i pyesëm juve si rektor i këtij universitetit, duke e ditë edhe shumën e financimit deri në këtë fazë sa i përket këtij procesi. Po, unë do të them në një deklarim të përfaqësues se këto janë një grupacion më tepër kompani që kanë në pyetje. Dhe disa prej këtyre kompanive që kanë të qytetit të Manastirit të Bitollës. Ku ne kemi disa profesorë për atje dhe ato e njohin dhe disa e komentuan se ato që kanë deklaruar atë ditën e gur themelit se ne kemi mjaft fonde dhe nuk presim që qeveria t'ju alishon fondet në kohë. Se ato janë të interesuar shumë që në kohë ta përfundojnë këtë projekt se kanë projekte tjera. Dhe duke bazuar në këtë informat se kjo kompani nuk pret për tollat e qeverisë, ato pas kanë kapitalash të madh që atyre u intereson sa më shpejt ta përfundojnë dhe çdo vonesë e qeverisë ato paguajnë penalti dhe këto kanë një llogari që kanë përfitim prej asaj. Kanë përfitim prej asaj, sa më shumë ia vnon qeveria, ky përfiton si një kod patjetër timare atë tollat. Dhe duke bazuar në këtë që më dëgjuam nga këto kolegë dhe kanë kompania, unë besoj se deklarimi i tyre është 5 vjet, unë do kisha dhënë edhe 1 vjet 6, jam optimist se ato do ta realizojnë këtë. Mbasi nuk janë të mbarur financiarisht nga qeveria. Dhe pas kanë aq fonde të mëdha se sa deklarohen. Urojmë që të ndodhë ashtu. Mes tjerash ne përmendëm pak para edhe takimin tuaj të fundit në qeveri, ju kishte përfaqësues nga UT dhe universitete tjera. Megjithatë, një prej studentëve nga Universiteti Shënkilili dhe Metodi paraqiti një ankesë për sa i përket financimit të universiteteve shqiptare. Asnjë nga përfaqësuesit e pranishëm në takim nuk kundër replikoi ndaj atij fjalimit të atij studenti të ri. Sepse studenti kritikoi posaçërisht për Universitetin Nën Tereza pse duhet të investohes aq shumë e lartë në një universitet që sipas tij nuk ka aq shumë studentë. Unë kërkova replikën, por nuk më dha edhe thanë nuk ka nevojë që të përfundon. Ja, keni rastin tani ta replikoni. Po. Njëherë studenti nxori të dhëna, pastaj na komunikoi neve mbas ankesës tonë se nuk janë të vërteta, se deklarimi ishte se Universiteti Nën Tereza ka 2000 studentë, që i tham se është shumë gabim. Ata këto të dhëna e ka marrë për enti statistikor. Edhe kjo na shtyu neve që ne të interesojmë tash çfarë dhënash mban ky ent statistikor. Dhe kërkuam edhe më të vërtet në enti statistikor që ndrojnë dhënat pasakta.
edhe dërguam ankesë enti statistikor, po jo vetëm ai. Për përditësim të kemi bë një komision i cili është duke shqyrtuar gjithë softveret, komisionet, qendrës statistikore të shtetit. Do u vërtet edhe një flagrancë tjetër, është një softver, një projekt i mbrëmshëm i Maqedonisë, i cili një universitet e ka bërë një projekt të mbrëmshëm dhe ka nxjerrë tash deklaron se ai mund ta bën rangimin e universiteteve në Maqedoni. Dhe kur u logum aty të shohim se kush janë, në Skopus dalin vetëm 4 profesor. Duke, domethënë mos i përfshir ato cilët kanë numër më të madh të punimeve në Skopus nga ana e universitetit. Dhe në Qesharake janë dhëna shumë të vjetërsuara, edhe manipulative. Edhe manipulative dhe me këtë deklarojnë se ato janë bëjnë dhe një rangim, a në fakt nxjerrin të dhëna jo të sakta. Porositura. Dhe për momentin ky komision presim përfundon me punën e tij dhe të dorëzojmë deri në Ministrinë e Arsimit si një ankesë për një rrethje të publikut me dhënat pasaktë, pa konsoliduara dhe të vjetërsuara. Po është sidomos te lista e Skopusit figurojnë 4 autorë të cilët nuk janë edhe të parit të universitetit. Shumë e qartë. Ka edhe 5 autorë që janë me rangime shumë më të lartë në Skopus, që nuk janë kërcyer të 5 parit kanë shkuar këtë tjetrit. Ku i kanë gjetë këto pse nuk janë ato të tjerët? Dhe si është bë kjo? Prej ku i kanë marrë të dhëna, se nuk është edhe se janë të vjetërsuara. Domethënë janë gabimisht të cituar, domethënë ato 5 më shumë me citime më të mëdha nuk janë aty. Domethënë për momentin presim që komisionit të verifikojnë gjithë. Jo, sa i përket investimit. Statistikat, besoj se në statistikat çdo gjë duhet të shihet me një farë doze pak. Me rezerva. Me rezervë, gjithë statistikat duke filluar nga enti statistikor i Maqedonisë, deri në fund se përditësimi i dhënave është shumë i ngadalshëm. Dhe ato thirren në gabime lëshime të universiteteve, a në fakt ato të dhëna të cilët i ka enti statistikor janë të vitit 2017, nuk janë të 2026-s, janë një periudhë kohore relativisht e gjatë, 9 vite, po. Edhe nëse dikush bazohet dhe shpërndan buxhetin e shtetit duke bazuar në kështu dhëna statistikore që ne nuk i dim, atëherë është skandaloze. Atëherë skandaloze, nëse mirët vesh se është bërë diçka e tillë, domethënë kjo hap probleme tjera. Hap probleme tjera dhe më sistematike. Sa mund të besohet dhe kush i kontrollon këto qendra? Gjë që duhet edhe media ta ketë fokusin pikërisht në këtë drejtim, po. Sa i përket kontributit të Universitetit Nën Tereza në sistemin e arsimit lartë, cili është realisht sa kontribon Universiteti Nën Tereza në arsimin e lartë në Maqedoninë e Veriut? Universiteti Nën Tereza në themelimin e tij u paramendu është i vetmi universitet publik që është në 3 gjuhë. Domethënë përveç në gjuhën shqipe, maqedone dhe në gjuhën angleze, Universiteti Nën Tereza është edhe Universiteti i Evropës Juglindor në 3 gjuhë. Po nuk është publik. Privat të publik, po. Jo, unë them prej universitet publike, i vetmi jemi në 3 gjuhë. I vetmi që ka të implementuar, domethënë në 3 gjuhë, tash jemi edhe me statutin e ri edhe në diplomat e kemi në 3 gjuhë, për shkak se kërkonte shumë dokumentacione për ta bërë edhe në gjuhën angleze. Kur u themelu universiteti si i tillë, domethënë ka qenë ideja që si universitet publik, për shkak se universitetet private nuk merren parasysh kur aplikon në Bashkimin Evropian, duhet të kesh i financuar në atë kohë, domethënë prej shtetit dhe kapitulli 24-25 për antarësim në Bashkimin Evropian komplet zgjidhet me Universitetin Nën Tereza, domethënë aspektet multikulturore, multigjuhësore dhe aspektet e ndryshme të drejtave të studimit në gjuhën anëtare kështu me radhë. Shumica e këtyre pikave domethënë plotësohen me Universitetin Nën Tereza, po Universiteti Nën Tereza sot nga ky vështrim, si vjet është 10 vjetori i ekzistimit të universitetit. Një prej fokuseve nuk e ka vetëm domethënë njohurim, por ka edhe humanizmin në frymën e shenjtores Nën Tereza, në bazë cilës edhe është edhe e ka si patrone. Ne studentëve tonë u ofrojmë edhe certifikata ekstrakurrikulore, domethënë jashtë programeve studimore, ku çdo student i kërkojmë që të angazhohet në një aktivitet human nëpër fakultete ndryshme, sidomos fakulteti i shkencave sociale. Si vjet janë duke rritur aktivitetet dhe afrojnë edhe më tepër
aksione dhe certifikata ekstrakurrikulore. Këto, sidomos nëse regjistrohen dikund jashtë për master ose studime doktoraturës, i kërkohen si dokumente shtesë, sidomos nëse shkon në perëndim, në Angli ose në Shtetet Bashkuar. Është një standard ku nga studenti kërkohet që të angazhohet plus edhe në ndihmën komunitetit e kështu me radhë, ndërsa kontributin Universiteti Nën Tereza më të madh e ka në pjesën e edukimit të kësaj shtrese, domethënë të Shkupit, dhe regionit të Shkupit, ku tash me bashkëpunimin me Odën Ekonomike Veripendenbore, jemi komplet të fokusuar dhe orientojmë gjitha elaboratet studimore në kompanitë të cilët janë punëdhënësit më të mëdhenj të studentëve tonë dhe si kompani, domethënë, punojnë dhe veprojnë këtu, nuk, domethënë, prej nivelit global kemi shkuar tash në nivel lokal, edhe fokusim kryekëput në shkatësi, edhe elaboratet tash në çdo elaborat përveç pjesës që kërkon bordi i akreditimit, kemi edhe pjesë ku ne shtojmë edhe cilët shkatësi në çdo elaborat, çdo lëndë, profesori i kërkon. Domethënë, nuk është deri tash janë fokusuar çfarë duhet të dinë me fakte, tash nga gjitha që dinë çfarë mund të bën praktikisht. Me ato dije që i përfitojnë. Po, edhe të krijon diçka. Ky është mandati juaj i parë në krye të Universitetit Nën Tereza, megjithatë cilat janë planet tuaj, çfarë planifikoni konkretisht ta reformoni këtë universitet? Tani për brenda. Po, ka më shumë, domethënë, për brenda ne jemi duke krijuar disa qendra, kemi qendrën e projekteve, kemi qendrën e biznes inovacioneve dhe kemi parkun teknologjik të cilët në të ardhmen mendojmë të i fuqizojmë pak më tepër në bashkëpunimin dhe në ndërkombëtarizimin e universitetit me lidhjet tona që i kemi. Tash kemi ndërmarrë një iniciativë për çështje të bashkimit më tepër me universitetet shqipfolse në rajon, sidomos Shqipërisë dhe Kosovës, dhe një bashkëpunim më të madh të lëvizje më të madhe të studentëve, mobiliteti studentëve dhe profesorëve. Atë që përmendëm më herët, po. Për afrimin me tregun e punës, domethënë për ne dhe çdo fakultet i cili rangohet në fund të vitit nga menaxhmenti, është sa studenti i diplomuar nga një fakultet respektohet nga punëdhënësit dhe sa është ai respektuar në vendin e punës. Po, pikërisht kishim edhe çështja se si adresohet problemi i papunësisë të diplomuarve. Më thonë, keni statistikat sakta që studenti UNT-s sa vite ngel pa punë të zëm që është i diplomuar nga UNT? Jo, tash kryem si vjetë kemi qendrën e karrierës dhe kemi sistematizimin, për shkak se me sistematizimin e vjetër nuk kishim mundësi që të kryem një qendër të karrierës, ai lidhet në dokumentacion dhe aspekte legjislative, me kalimin e statutit dhe me sistematizimin e ri, domethënë qendra e karrierës besojmë dikund në të jetë aktive prej muajit korrik dhe do të punësojnë dhe dedikohen personët cilët do të bëjnë edhe matjen edhe krijimin e statistikave të ndryshme të të studentëve, punëdhënësve dhe gjithë këto të cilët për momentin jemi duke i mbledhur. Sa është i digitalizuar Universiteti Nën Tereza? Tani që në krye ka një rektor që është i specializuar për inteligjencë artificiale. Po. Ne, domethënë, kemi hapur, universiteti deri tash nuk kishte sistemin e vet për portalin e vet të menaxhimit të sistemit universitar. Tash e krijuam, jemi për momentin në përfundim të veçfaqes së re. Ne implementuam asistentin digital Nëna Teres, virtual, po për herë të parë. Tash komplet do të lëviz në webfaqen e re dhe për momentin është në 3 gjuhë, funksionon në 3 gjuhë. Ideja kryesore ishte që profesorët të cilët kemi part-time ose studentët të cilët vinë prej jashtë dhe nuk e dinë universitetin, shumë lehtë me një pyetje, e cila funksionon edhe me zë, mund të parashtrojmë pyetje ku gjendet klasa 1-7 ose ku mbahet kjo lëndë si e tillë dhe të marrë instruksione të shpejta për ndonjë pyetje, domethënë të përgjithshme. Gjithashtu përveç kësaj ne kemi krijuar edhe disa vegla të cilët janë në webfaqen tonë të vjetër, ende nuk kemi kaluar në tren, presim dikund në fund të gushtit të kalojmë në webfaqen e re. Janë 3 portale të ndryshme, një është për studentët e magjistraturës. Studentët e magjistraturës duke përdorur këtë vegël
bëjnë hulumtimet e veta individuale, para pregaditje për idenë kryesore të cilën e kanë ta marrin si tezë finale, dhe me disa instruksione gjatë lëndëve për hulumtime metodologjike, u jepet edhe vegla ku ato punojnë dhe kanë një afat kohor 2 deri në 4 muaj, duke përdorur këtë vegël, procesojnë matricën me gjithë punimet që duhet t'i lexojnë dhe kanë hapat që duhet t'i ndjekin instruksionet, edhe te kjo vegël përmes veglës automatikisht ide geniale nëse funksionon vërtet në praktikë. Funksionon, është në veçfaqen tonë. Gjithashtu ne për shkollat e mesme kemi krijuar edhe një software i cili është gjithashtu origjinal, ne bazojmë teorinë e Gardnerit për inteligjencë të shumë fisht, sipas Gardnerit janë 9 inteligjenca, një njeri që mund t'i ketë. Janë hapësinore, matematikore, logjike e tjera. Pastaj janë stilet e mësimit, të bazuar nga 2 shkencëtar, Felder dhe Solomon. Çdo kush ka stilin e vet të mësimit, disa janë aktiv, dëshiron duke e bërë atë ta mëson, dikush është reflektiv. Don materiale të japish edhe ai studion në kohën e vet të lirë dhe e kupton më së miri. Shumicën edhe universitetet sot janë të bazuar më shumë në stilin reflektiv, si universitetet klasike. Me instruksione. Me instruksione, ku ne ju japim më shumë materiale dhe ato në shtëpi zakonisht i respektojnë ato. Studentët më të mirë janë tipit reflektiv sipas asaj që kemi analizuar ne. Pastaj kategoria e tretë janë metodologjia Myers-Briggs, është introvert ekstrovert, edhe aty domethënë është më rëndësi. Kemi kategorinë e katërt janë shkatësitë e Bashkimit Evropian, ku i marrin parasysh gjithë të shkatësitë digjitale, shkak se Bashkimi Evropian ka një strategji që për pasaportën digjitale ku çdo qytetari i Bashkimit Evropian do të ketë pasaportën, ku në pasaport do të ketë edhe shkatësitë, CV-n e vet e Europass, edhe çdo gjë faktikisht do ta përdorë këtë version, këtë pasaportë elektronike. Dhe në fund kemi fraskatin, kategorizimin e fushave sipas fraskatit, është një kategorizim të cilën ne e kemi në ligj të implementuar dhe kemi lidhur gjithë këto pyetësora me këto kategori të ndryshme, kemi lidhur me një të shtuar API, Application Programming Interface, në veglën e inteligjencës artificiale të Gemini, të Google-it, të cilën e kemi parapaguar dhe gjithë këto hyrje i bën inteligjenca artificiale i parafron dhe jemi duke testuar që 1 vjet e gjysmë, gati se 2 vjet është ky projekt në implementim të simpër dhe kemi angazhuar edhe profesoresha të departamentit të psikologjisë, pedagogjisë dhe si vjet për herë të parë në ditën e hapur dhe ditën e karrierës, studentët e shkollat mesme, domethënë gjithë e testuan veten dhe jep në përqindje 5 drejtime ku ato e kanë gjetë vetëm afinitetet e tyre profesionale janë në përqindje më të madhe. Se deri tash problemi numër 1 për nxënësit e shkollat mesme se nuk din ku të studion. Orientimi profesional. Edhe prindët zakonisht i bëjnë shtypje për shkak faktorëve të tjerë, jo në bazë të fuqive të veta ku i ka. Ndërsa tash përmes këtij softveri ai shef profilin e vet ku i ka fuqitë më të mëdha, edhe ne i rekomandojmë këto i ke fuqitë më të mëdha, po ti përsëri në përqindje i dalin, domethënë 78% ka afinitet për këtë gjë. 62% në këtë fush, edhe janë nxjerr 5 drejtimet kryesore dhe në fund ka një link ku e kemi lënë link drejt te fakultetit ku këto drejtime sipas fraskatit mund t'i gjenë në cilin fakultet. Po janë përgjithësuar, domethënë çdo kush mund ta përdor. Tani, sa i përket problemeve, ide interesante e pa praktikuar më parë vendin tonë, ndërkaq sa i përket problemeve tjera, për shembull, unë të se trajton problemin e plagiaturës dhe etikës akademike? Ne kemi krijuar software, domethënë çdo temë bachelor edhe master, duhet çdo profesor ta kontrollon përmes sistemit për plagiatur, po edhe për detektim të inteligjencës artificiale. Domethënë, jo vetëm masteri, por edhe bachelori, edhe njëkohësisht kemi bërë një bazë dhënave ku çdo profesor temën deri diplomikës duhet ta shënon drejtimin, çfarë teme ka të saktë, që mos përsëriten titujt, për shkak se nëse nuk i ndjek në mënyrë digjitale, nuk e din se dikush ka përsërit ose jo temën të njëjtë, dhe është detyruar ta uploadon edhe punimin që të mund dikush edhe ta kontrollon. Edhe njëkohësisht poenat edhe screenshot kemi qasje dhe parapagim në Turnitin, ku e nxjerrën edhe plagiaturën, po edhe detektimin e inteligjencës artificiale ose ta quajtur AI detection, deri në përqindje, zakonisht disa detektor shkojnë deri 20%, nëse është ndër 20% nuk e paraqesin,
Ndërsa ky të cilin ne kemi për pagim shkon deri në edhe paraqet 4% edhe 3%, do thënë deri në statistikat e fundit i paraqet. Dhe në këtë mënyrë të njëjtit softveri kemi cila është tezë bachelor, cila është master në njëjtën vend, edhe shohim cila është përqindja e plagiaturës për përvarësisht domethënë tekstit dhe cila është detektimi sa shfrytzuar. Mirë, po ka vetëm për 2 ciklet e para. Po. Për ciklin e tretë? Për ciklin e tretë, Universiteti Nën Tereza jemi në aplikim të sipër. Po. Për shkak se në momentin kur rikrijua Universiteti Nën Tereza nuk ishte rangim të universiteteve. Dhe ne s'kemi pasur mundësi do njëherë të rangohemi dhe nuk figurojmë në listën e ranglistën e universiteteve. Tani kjo ishte betejë më e madhe juaja me Gjas në tashmën ligjin. Po, tash kjo ligji figuronte një 15 vjeç, që është pak absurd, pse 15, pse jo 20, pse 10. Ishte kriter përjashtues në këtë. Ishte kriter përjashtues për shkak se në një universitet nuk punon, stafi nuk kanë lind aty në Universitetin Nën Tereza, po kemi shumë staf që kanë ardhur për shumë universitete, siç kam qenë edhe unë. Kemi shumë profesorë të cilët u pensionuan aty, kanë ardhur për shumë universitete të tjerë. Nuk do të thotë krijimi i universitetit dhe ekzistenca e universitetit dhe çfarë stafi është i bashkë me universitetin. Dhe është një paradoks tjetër se nuk lidhet me kështu faktor, po lidhet me mentorët. Sa për të hapur doktoraturë duhet të kesh mentor adekuat, të kualitetshëm dhe me punime shkencore të asaj fushë. Edhe profesionalizmi është ai faktor me cilën duhet lidhet, jo me disa faktor absurd gjeografike ose me vite të cilën as pak nuk kanë të bëjnë me institucionin. Dakor. Tani profesor përmendëm shumë tema sepse duke parë edhe kohën e interes kohës, gjitha nga pak pa mos u thelluar në diskutime më detajuara. Së fundi ju keni pasur edhe botimet tuaja të fundit që ndërlidhen me edhe profilin tuaj profesional, që në realitet do t'i shërbejnë vetëm studentëve të UNT-s apo mbase do të jenë në dispozicion edhe të studentëve tjerë? Jo, janë dispozicion për krejt, domethënë edhe Universiteti Nën Tereza në parimet nënës të res, edhe ne, domethënë, çdo gjë në universitet është në dispozicion çdo kujt. Unë harrova të përmes se ne kemi krijuar edhe një portal të qendrës karrierës ku çdo student, pa më parasysh i cilit universitet është, mund të regjistrohet e fut profilin e vet dhe ka qasje deri tek kompanitë e ndryshme, për momentin janë vetëm kompanitë e Odës Veri Perëndimore, të cilët i kemi vendosur ne, edhe tash presim që një trajnim do të shkojmë edhe te Oda Ekonomike Veri Perëndimore, që t'i fusim gjithë mundësit për punësimet të ndryshme, dhe ky software është i qasshëm për çdo një. Domethënë çdo gjë që krijojmë mund ta shfrytëzon çdo kush, nuk kufizohet dhe nuk e kemi, domethënë nuk është vetëm për Nën Terezë, ngjashëm me gjithë hapësirat. Universiteti Nën Tereza afron gjithë hapësirat e veta, në shtunave dillave nuk kemi mësim, të shtunave gjithë organizatat OÇJ-t që kanë nevojë për hapësirë, u ofrojmë sallat e konferencave për organizime të ndryshme. Edhe çdo kush që ka kërkuar për nesh, ju kemi qëndruar domethënë në dispozicion dhe u kemi ofruar domethënë çdo gjë që kemi ne në dispozicion edhe atyre. Dhe Nën Tereza ka qenë e njohur domethënë për ndihmë komunitetit, pikërisht edhe universiteti janë, edhe prandaj e përmenda se nuk është vetëm tempulli i dijes, po edhe është tempulli i humanizmit dhe këto vlera mundohemi që edhe t'i inkorporojmë atë gjeneratët e reja. Prandaj do kenë edhe më shumë aktivitete që studentët tonë dallohen edhe për vlera etike, humane dhe të mësohen me një frym të tillë. Për ta përmbyllur, pas të ta përmbyllim krejt, çfarë trashëgëmie ju zoti Vetaj dëshironi të lini si rektori i UNT-s, për çka të mbani në mend si rektori i Universitetit Nën Tereza? Ndoshta pyetje që nuk e keni prit, prandaj edhe më të vështirë keni përgjigjen. Qëllimi im është që universiteti të jetë një universitet i cili do të jetë në universitet i lirë, ku çdo kush do të ketë dyert e çelur, domethënë do të frymëzon me një frym të lirë, me një demokraci dhe çdo kush ta ketë zërin e vet, të shprehet dhe njëkohësisht ta gjen veten në universitet. Dhe të mund të realizon aspiratat pa u penguar nga askush. Dhe implementimi i meritokracisë. Çdo kush i cili meriton, domethënë, të avancohet më tutje dhe të arrin pa u penguar nga asnjë. Mirë, zoti Vetaj, ne këtu duhet ta përmbyllim. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Unë uroj që ne do të shihemi sërish mbase për projekte të reja
Edhe pse jo, edhe në kampusin e ri së Shpejti, edhe për çështje tjera, faleminderit edhe një herë për kohën tuaj. Faleminderit shikues nderuar për vëmendjen tuaj dhe deri në takimet tona të radhës, mirëmbëjtje.